Në fillim të tetorit, NATO do të dërgojë 700 trupa të forcës së saj speciale në veri të Kosovës. Lajmi bëhet i ditur nga e përditshmja gjermane Der Spiegel, ku NATO ka kërkuar sërish përdorimin e një force gjermane-austriake për ndërhyrje në veri të Kosovës në vjeshtën e vitit 2012. Këto 700 forca të njësive ushtarake gjermane dhe austriake do të zëvendësojnë një forcë paqëruajtëse italiane. Kjo është hera e tretë brenda aktivitit që ushtarët gjerman të batalionit të ashtu quajturit operacioni rezerv do të duhet të lëvizin jashtë në drejtim të Kosovës. Pavarësisht kësaj, Berlini u pajtua me kërkesën e NATO-s me qëllim vazhdimin e operacioneve të suksesshme, stabilizimin e mëtejshëm dhe përmirësimin e gjendjes së sigurisë në veri të Kosovës. Mëtej, gazeta gjermane Der Spiegel thos se përshkrimi i situatës në Kosovë tingëllon alarmues. Pavarësisht nga prania e rreth 5800 ushtarëve ndërkombëtar dhe një forcë italiane për 700 ushtarësh, situata vazhdon të jetë e brisht sidomos në veri, në pjesën kufitare të Kosovës me Serbinë. Operacioni rezervë është krijuar nga NATO për situata të rrezikshme dhe në rast se forcat e rregullta nuk mund të kontrollojnë situatën. Në Ballkan, njësia është përdorur kryesisht në zonën kufitare për të siguruar lirinë e lëvizjes dhe sigurinë.